Pas 12 vitesh në pushtet dhe pa llogaridhënie për 3 mandatet qeverisëse, sot kryeministri Edi Rama ka dalë përpara qytetarëve duke pohuar se ai nuk ka nevojë për program, se ka pushtuar një bashkëbisedimi me bizneset në Elbasan, të cilët të mingopur me premtimet e pambajtura të Edi Ramës në 3 mandate, shfaqën dyshimet se deklaratat e kryeministrit për investime bëhen vetëm për efekte elektorale në prag të fushatës, teksa Rama u shpreh se nuk bën premtime elektorale, sepse ai ka të fituara zgjedhjet. Si mund ta vëmë në praktik, edhe mos mbetet thjesht në, si premtim elektoral, me që jemi afër fazës elektorale. Premtim elektoral. Premtim. Dëgjoj këtu. Premtim elektorale bëjnë ata që duan me i fitu zgjedhjet. Po. Ne zgjedhjet i kemi fituar. E ke garantuar, okay. Bëjmë premtim elektorale. Kemi fitu. Po, okay. Prej muajsh kryeministri Edi Rama dhe ministrat kanë nisur një fushat presioni ndaj administratës për zgjedhje, ndërsa nuk kanë munguar denoncimet për përdorjen e krimit dhe parave të korrupsionit për të manipuluar vullnetin e qytetarëve.